17 të rinj nga gjithë Shqipëria u ngjitën në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu në Durrës për të interpretuar disa nga hitet më të njohura të muzikës franceze. Të rinjt u bën bashkë në festivalin e këngës franceze Muzika Bashkon Kulturat, ndërkohë që Durrësi u përfaqësua në këtë event kulturor nga 3 këngëtare të reja të qytetit, Viola Gjuzeli, Juna Ruçi dhe Violeta Beshiri. Muzika është një art universal që bashkon të gjitha kulturat e botës dhe këtë mesazh u përpoqën të sjellin në skenë këta këngëtar të rinj. Aujourd'hui, c'est le concours. Sot është finalja e këngës franceze në qytetin e Durrësit, e cila realizohet në teatrin Aleksandër Mojsiu, në të cilën janë mbledhur 6 qytete me 17 kandidat pjesëmarrës, të cilët do të këndojnë. Ky eveniment organizohet nga rrjeti i aleancave franceze në gjithë Shqipërinë, nga APFA, nga OIFO-ja, Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë, e TV5 Monde. Në përfundim të festivalit, juria shpalli interpretuesit më të mirë. Me çmim të parë u nderua Yrsa Haxhillari, çmimi i dytë shkoi për këngëtaren e re, Lea Murati, ndërsa vendin e tretë e mori e reja dursake Juna Ruçi, me një këngë të yllit të muzikës franceze, Lara Fabian.